Sa herë ju ka qelluar që të ecni rrugës, të ndigjoni të shara të rënda fare, të ktheni kokën, se jeni çuditur nga timbri i zërit, që është dukur një adoleshent apo adoleshente, dhe keni parë që po, ajo sharje me fjalë të rënda vjen nga një adoleshent apo adoleshente. Ky është bërë një trend i përgjithshëm në Shqipëri. Por pse ndodh kjo? A kanë sociologët një qëndrim për këtë? Me siguri që po. Ka disa shkaqe që ndodhin fenomene të tilla sociale. Dhe nuk janë të rralla, janë shqetësuese, edhe pse prindrit thonë që ky është brez tjetër. Për këtë do flasim sot me editarin tim në YouTube pas siglës. E shumë prej jush do thonë, ç'të keqe ka? Ne jemi mësuar nëpër filma, a? Fuck you, motherfucker! Ma va fanculo, testa di cazzo, dhe në Itali. Por në Shqipëri na duket pak ndryshe. Na duket ndryshe sepse jemi mësuar, sidomos pas një farë brezi, le të themi ata që janë 30 e sipër, nuk e kanë menduar kur se do të vi një brez që në moshën 12, 13, 14, 15 vjeçare, ndoshta deri në moshën kur quhen maxorent 18 vjeçar, do të shprehim në një lloj fjalori që as nuk e di, as kamionistët më të rëndom, me gjithë respektin për kategorinë e kamionistëve, apo dhe njerëzit që kanë kaluar dënime shumë të rënda nëpër burgje. Jo. Janë njerëz, janë adoleshentë, të cilët janë rritur mirë. Nuk është e thënë që vinë nga shtresa sociale, që kanë probleme ekonomike, kanë patur dhunë në familje, apo diçka tjetër. Janë dhe adoleshentë të rritur shumë mirë, në familje prestigjioze, në familje edhe intelektuale, me intelektual të dyja prindrit dhe nëna dhe babai, por që sapo zbresin në rrugë, përzihen me turmën dhe flasin me një fjalor që të vjen të skuqesh. Sharjet janë gati kriminale. Por kur fillojnë adoleshentët shqiptar të përdorin fjalë të pista, a ka një moshë të caktuar? Kjo është një pyetje shumë interesante që shqetëson prindrit, por dhe mësuesit. Në përgjithësi, adoleshentët shqiptar fillojnë të përdorin fjalë të pista, sipas sociologëve, zakonisht nga mosha 11 deri në 14 vjeç, pra në fazën e hershme të pubertetit. Kjo përkon me disa ndryshime shumë të rëndësishme hormonale, por ka të bëjë ndonjëherë edhe me edukimin. Ka nevojë edhe për të rinjt, të cilët janë në fazën e para-adoleshencës, ose kanë hyrë në adoleshencë, ose janë adoleshencë të parakoshme, dhe kanë një nevojë të ndjehen të rinj, të ndjehen të rritur, të ndjehen vëmendjen e atyre që rrethohen, të ndjehen të